Një situatë problematike nga zjarri është regjistruar mbrëmjen e së mërkurës në Vauides, ku operacioni për shuarjen e flakëve të zjarrit në rrugën e drejtim të komanit ka vijuar dhe këtë enjte është dashur ndërhyrja rreth 30 efektive zjarfikës ku ekipet e MZZ Vauides ju bashkuan dhe ekipet e shkodraës Pukës Fierzës dhe efektive mjete forcë armatosura. Këtë enjte është bërë i mundur izolimi i zjarrit, shmangja e rrezikut për banesat dhe mbrojtja trasese e linjës së transmetimit. Një nga banorët e zonës tregon se çdo gjë u bë migull dhe ka qenë një tmerr. Vesh kur ashtu pasi jena shtëpia të afër malit, na. Vesh kur ashtu bë migull krejt tymtoj, e ato gocat tuar të shtëpia e një tmerr. Një të merë kake. Në hyni zjarfikësja? Ka ardhë atëherë kanë ardhë zjarfikësat e kanë bo shmosën. Po na kena edhe këto baktit që sa në ziem t'i për këtina se nuk kalojnë dash për i zërë. Po më të merova se isha vetëm të shpijë. Kam delë, kam po asë të thosh nësë mezi, shada, dengat e jonë së këto të lukëve, ju stila rrë shpijës, hopa ujnë. Pasi kur kena po atëherë, të merë. A hera po që në ushu? Po. Hera po është. Kanë qenë shumë e rrezikshme, ngjarje e mramshme. Sikur që ka bon, duhet me gjetë organet sigurimi shtetit, policia shtetit, jo na. Por fatmirësisht, fal ndërhyrjes të zjarfikësve edhe komunitetit, është do pa dëm. Kaq. Po ngjen të rrezikuar shtëpia të poshta? Jo, po me va marrë mali poshtë, komplet ishte lagja. Mirë, një fjallë familje, me 10 familje dhe ishe ndjek, mos më fik. Një erë e pak kontrollume, e shmeno me nëzet, dhe më thamë kishte ba venin këtë mjeku, edhe gaza të shkëndashin gjitha drejtimet. Dhe në zotë erën këtë familja, u bëm gati të manë për evokim, bëm gati makinet. Apeli i jem ashtë për ta se lutëm shumë të kënë kujdes edhe me cingare, sa është një bërim rrezikut i bërim vdekjet, për të tanë natyrën, për njerëzit, për familjet, për banorët, për komunitetin. Prandaj kthejnë krytin ka Zotit, menojnë se jeta është e bukur e duhet me jetu e duhet me rujt natyrën. Për situatën e vështirë flet dhe Valjetanika, përgjegjëse emergjencave civile në bashkinë Vauides, teksa tregon se janë ndjekur 10 hektar pyje. Situata mram ka qenë jashtëzakonisht e vështirë. Territori jonë, zona e Perles, afër restorant Perles, u përball me një rast të jashtëzakonshëm zjarri, ku mori përmasa menjëherë nga i favorizuar nga erët, u përshkuan rreth 25 hektar në pyje të llojit pish, dhe nga të cilat 10 janë të djeguna sot sipas informacioneve që kemi marrë nga drejtoria e pyjeve. Kanë marrë pjesë 30 efektiv zjarfikës, 17 efektiv të pyjeve, 10 policë rendit, policia bashkiake 15 persona, kanë kontribu bashkia Shkodër me një automjet me 4 efektiv, bashkia Fushars një automjet me 3 efektiv, bashkia Puk një automjet me 4 efektiv, që kanë qëndru deri në mëngjesin e ditës së sotme të rasti zjarrit, janë rreziku banesat, ka kenë fatimal për ne që mbështetja në ullan në kohë reale dhe arritëm të shpëtonim banesat, e sot situata është drejt normalizimit se para orët erdhën nga veni i ngjarjes, e po është tu sistemu disa vatra të vogla, shpresojmë që erat të mos ta favorizojnë më shumë. Ndërkohë ende nuk dihen shkaqet e rënies së zjarrit në këtë zonë, por fatmirësisht pa dëmin e banesa.